Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në këtë të mërkurje ku takojmë sërish me Reze Dielli, ku do të flasim për lëngun e kockave sot, për vlerat dhe superfuqinë e tij në kurimin apo mbështetjen e disa gjendjeve, siç është për shembull shëndeti i zorëve, për imunitetin e shumë përfitime të tjera. Por, do të shtrojmë një pyetje sot me Altin Joko, na është një trend i mbivlerësuar lëngu i kockave që promovohet aq shumë, apo është me të vërtet ka fakte shkencore që na tregojnë vlerat që kanë gelatina e prodhuar. Por do t'japim dhe disa këshilla specifike se si ta përgatisim të duhurin dhe diferencën që kanë xheli i kockave që vijnë nga bakti të ndryshme. Ndërkohë do të flasim po ashtu edhe për karotat, një perime shumë e lirë në treg, por me shumë vlera. Çfarë përmban ajo dhe si duhet ta konsumojmë, veçanërisht këshilla edhe për diabetikët apo kombinime të ndryshme të recetave siç bëjmë gjithmonë të mërkurave. Në kuzhinë kemi receta të thjeshta sot, të shpejta, të shijshme, si gjithmonë, le të shkojmë të gatuajmë albanën. Ja ku jemi në kuzhinë. Mirëmëngjesi. Jemi gati për të gatuar, për të sjellë tek ju receta të reja, siç ndodh çdo ditë në kuzhinën tonë. Sistemojmë fillimisht, por çfarë do ta hapësh, do ta përdorësh miellin, për çfarë e bën kaq kreko? Si kreko mielli, kështu është. Është kreko mielli që jam edhe unë në rregull, ta dish këtë gjë. Për miellin, po patjetër do t'i them sot për miellin, është i thatë. Është kjo ngjyra e duhur. Bën për të gjitha gatimet. Po desha unë për shembull bëj edhe një kek. Po desha unë bëj. Po desha unë atë baklavan do ta bëj me një këmbë, jo me dy. Përdorim shumë erdhi koha e baklavave. Hapi çka ato dolat e tua, pak ato dolat shumë. Koha e baklavas. Çfarë do bësh me këtë miell se po e mora uniki, ti do të duhet. Të duhet për të gatuar apo ke tjera. Ke tjera të mbanola me atër ty. Sjell miell sekre, miell integral, miell super, miell për çdo përdorim, miell mistri, të verdh, të bardh, me hatër të ban. Buk do bësh. Buk do bëj. Me aromën e rozmarinës, të rozmarin dhe ullive. Është kombinimi më i mirë, më perfekt. Me atë vajin e ullirit. Tu kam majan, kam pakës krip, po do të ishte pakës fare piper për t'i dhënë shijen e duhur ullirit. Ullirit në vetë nuk ka nevojë për asnjë gjë. Por ja që po të doni mund t'i shtoni fara susami, unë do të shtoj ca fara kia këtu. Gjë që direkt i shtoj. Krip, do ca krip tash i themi drejtën. Ja. Majan. Unë i kam shtuar maja të butë. E kam lënë, nuk kam shtuar mielin në sistemi gjithmonë, jo po marri mielin. Dëgjoj, ato janë 5 me hiç. 5 me hiç. Po do t'ju them tamam. Jo po marr, si do ta vështirësojmë gjendjen e ambisave. Marrim majan, e vëmë në qumësht, shtojmë sheqer. Sheqeri po nuk shtohet krip, as nuk diskutohet ajo. E lëm të aktivizohet. Moj të gjitha njësoj bam të gjitha brenda dhe e lëm të aktivizohet. Do të qëndroj. Nuk ka asnjë ndryshimi. Të pushoj 30-40 minuta. Unë dua që më anvisat të jenë shumë e sakt. E njëjta gjë është. Shtoj mielin. Do thoni ju, po mirë, to farat e kias nuk duan që të aktivizohen, po do të arret të aktivizohet. Do të shtoj ujë pak më tepër. Po. Pra, ka lagështin e duhur që ato të bymehen edhe të arinë atë formën që e kanë si për masat. Më duhet të jetë një brum. Jo për byrek. Sepse aktivizohet akoma dhe më mirë, derisa fillojnë ato pikat e vogla, ato fuskat e vogla. Ai është aktivizimi i duhur. Mua më duhet që gjithë të mas të miellit po një herë. Në fund fare unë do shtoj ullint. Ullint i kam pa bërtham, dhe të them të drejtën kam ullint që kemi për vetë. Nuk kam shtuar as krip, asgjë. Nuk shtojmë ujë dhe e bëjmë det, gradualisht. Gradualisht, derisa unë të kem këtë masën e duhur që kam këtu. Nuk harroj furrën që të jetë e ndezur.
ku do ta vendos tapsinë në 2 rezistencat, lart poshtë, jo në ajër, në 2 rezistencat. Sa do jetë temperatura? Po patjetër do të jetë tek 200. E mira e të mirave është që gjithmonë tek buka ne e ruajmë tharmin. Unë nuk e kam ruajtur tharmin. Pra e ruajmë tharmin dhe më pas ne i shtojmë për bukën tjetër. Është njësoj si fara e kosit, por ka gjithmonë një por, që ky miell, të them të drejtën, nuk ka nevojë për asgjë. As të marr, as ta ruaj në frigorifer apo në dollap, nuk ruhet në frigorifer. Gafa më e madhe është që unë të marr tharmin ta vendos në frigorifer. Duhet gjithmonë të jetë në temperaturë ambienti. Po. Normalisht e mbyllur mirë. Mos të marri ajër. Thahet prishet apo? Po forcohet. Patjetër. Nëse unë e vendos në frigorifer, forcohet dhe po s'pati dhe kapakun, ajo është. Por që tani ndihet era e majas, prandaj dhe vendos maja të butë. Do thoni ju po me maja të thatë, patjetër që bëhet me maja të thatë. Nëse dëshironi ju, shumë mirë mund ta bëni edhe me miellin farinap. Që fryhet vetë, atë pa aromë për shembull. Pa aroma portokalli dhe vanilje. Jeni në shkurt gjërave, në momentin që ne kemi mundësi dhe lehtësinë për të pasur të gjitha këtë gamon këtu. Jo po maja, jo po ja, sot e bra me maja sot. E shtoja vash. E thash derisa unë të kem atë masën e duhur. Derisa të bëhet ajo masa kremoze. Kremoze. Nuk është një masë shumë e qutë, pas shumë e fortë. Ku Niki spërkatet të kjap edhe furçën, sepse kërkon që të jetë e lyer mirë. Se një letër, mi jep një letër dhe e lyejm ja një sekondë se për të mos na ungjitur, se ndryshe nga buka e zakonshme, kjo tip focacce që ka edhe do të thot, shif. Do të thot që kemi punuar shumë e brumin. Shumë e brumin, 1, 2. Mund t'i gjejmë një zgjidhje. Kemi punuar shumë, këtë do të thot. Gjithsesi ja. Kur pajisjet Gjyshet tona e gjenin zgjidhjen me letrat, gazetat, të gjitha ja. Apo me një leckë që e përdorin fiks për këtë punë. Është gati për ta vendosur brumin. Dhe unë jam gati për t'i lexuar produktet që na u deshën deri tani për përgatitjen, se s'kemi shtuar ende rozmarinën edhe ullint, që t'ju japin aromë të këndshme, shije bukës me ullinë dhe rozmarin. Një pako me maja të butë, 5 gota miell, 4 gota ujë, 1 lugë çaj krip, 1 lugë kafeje sheqer, gjysmë gote vaj ulliri, 1 lugë çaj rigon, ullim pa bërtham, 1 filxhan me susam, për në fund, dhe kjo është opsionale, dhe rozmarina sigurisht për ato aromën karakteristike që rozmarina ka dhe që shkon shumë mirë si te kjo bukë, pa ashtu edhe ku e përdorim? E përdorim tek mishi, tek marinimet, pjekja e mishit. Të patatet e përdorim tek mishi, te brumi. Edhe kështu duke e prerë, edhe shpërthen dhe aroma e saj. Përdorëm pra miellin për çdo përdorim nga Atlas. Tani është momenti që, përveç se ju e pat trajtën që do të ketë brumin në tepsi, edhe pak shto ujë, shto miell, për mua më pëlqen të shtoj miell. Kjo është masa perfekte, kjo është e duhura. Dhe direkt unë do ta shtoj tek tava. Nëse nuk shtoni vaj, vendosni një letër pjekje, mua më pëlqen si dikur. Si dikur më pëlqen. Ja, opa, këtu. Merre Niki. Dallojmë lehtësisht faratkia, rozmarinën, ullint. Ullint që kanë kaluar në për mullint, po tek ato mullint e shijes. Të lumshin duart, pa vendos ata aty. Dhe është në rregull, merr vetë vendin, ka majan, do ta lëmë që të aktivizohet, të pushojë, sepse çdo brumi duhet për të aktivizuar
majaja, por edhe nëse gatuajmë brumin pa maja, patjetër që i duhet një farë pushimi, disa minuta, në mënyrë që pasi është përzier çoroditur, punuar, mirë punuar, të marrë ato qetësinë e vet derisa ta pjekim. Çoroditur, dorovitur për në furrë? Diçka kemi porositur. Sepse jemi të uritur. Gati për ta pjekur në 200 gradë, apo jo? Po. Në 200 gradë. Si më shkonte, si një flutër më shkon dhe më vjen. Pa dorovitje këtu. Bejtet. Qa gatuajmë tani? Atë të gatuajmë disa qofte me bulgur dhe me mish të grirë. Sa mirë. Është një recet, vërtet për të lëpirë gishtat. Ka më shumë bulgur, apo më shumë mish të grirë, apo barazim, apo si të duam? Si të dëshirojnë, ajo është në preferencë gjithmonë të ambisave. Mirë, i shikojmë një herë produktet dhe e gatuajmë më pas. I shikojmë një se çfarë ju duhet për ta përgatitur këtë recet të qofteve me mish të grirë, me bulgur, patjetër një vezë që do t'i lidhi produktet me njëra tjetrën. Pra bulguri, mielli, mishi i grirë pa yndyrë, një vezë, 4 lugë miell, 1 lugë çaji, salt speci, krip, kumin, piper i zi. Do të përgatisim edhe salcën. 1 lugë gjalp, vaj ulliri, 1 ose 2 lugë gjelle salt speci, nga uji qofteve, pra që do të zjejnë, do të marrim një garuzhde. Për salcën, gjithashtu do të përdorim kumin si erës, piper të zi, dhe do të rregullojmë shijen me krip. Për servirje, kos me hudhra. Pra receta është ndarë në 3 fronte pune, themi ne. E gatuajmë me njerë pasi të rikthehemi nga ky mesazh promocional. Nuk vonohemi shumë, 1 minutë. Si do të veprojmë për këtë recet? Pra, qofte me bulgur dhe me mish të grirë. I lexuam produktet, përsëri do t'i përmendim gjatë momentit që ato shtohen tek tasi maf. Bulgurin e kemi zier. Në ujë të bollshëm. Nuk ka mas ku ne duam të jetë i zier. E lë të tillë se do më duhet më pas. Shtoj masën e kripës, masën e piperit, mishin e grirë. Një masë a pak të këtu. Me specën të kuq. E përzijej, shtoj pra specin e kuq. Shtoj pjesë ajvari që i jep shumë shije. Dhe mbi të gjitha, shtoj dhe një vezë. Një vezë si lidhëse e këtyre produkteve që shtuam. Qofte do t'i bëjmë të mëdhaja, të vogla? Po. Të bën pak sa më të mëdha. Dhe pastaj punoj një me lukë, së është. Tu ku kam zirë bulgurin, shtoj edhe vendos ujë duke shtuar dhe një mas tjetër të ujit që të zihet. Sa? Lash dhe si po vërëm, Albana? Pra një zjerje ku do të vendosen qoftet e formuara. Po. Do të punohen të lidhen mirë. Shikoj sa është ngjeshja e brumit. Shtoj pak miell, misri. E ndihmon, punohet mirë. Derisa kjo mas të mblidhet për mos jetë ngjitse. Kur është ngjitse, kur masa e bulgurit zihet shumë,
Pra duhet tjetë i zirë, po jo dhe aqë. Të gjithë produktet duhet që të unifikohen së bashku. Njësoj si brumi që thamë për Po, sa më shumë të punohet, edhe brumi qofteve, pakës fare vaj. ka nevoj për ta punuar mirë, për ngrohtësinë e dorës. Çdo produkt aty duke u bashkuar, çliron aromat për shkak të erëzave që do të ketë. Ja. Kjo është masa. Të lajde pak duar tu. Do t'i japim formën e qofteve dhe më pas do t'i zijem, aty do të ketë edhe salcë, do t'a përdorim pastaj më pas edhe për përgatitjen e salcës, ku do të qëndrojnë qoftet, dhe servirjen, siç e tham, servirja me kostë dhe hudhra. Një kombinim perfekt, shumë i shijshëm dhe shumë i shëndetshëm. Atëherë. Tani japim formën. Marr masën e një luge. Që ti kemi njësoj, po. Ose sa tjetë pushti dorës. Thjesht, tani du të vendos masën, në? Thjesht. Gjithë këtë masë këtu. Pra me masat që kemi ne, do të shihni dhe sa numrin e qofteve. Ne tani jam bërë 7, po tek 10 qofte, 12, varet nga madhësia. Në sasi të barabarta, të bulgurit, të mishit, ose nëse doni që t'jenë më tepër me mish të grirë, shtoni më tepër mish apo më tepër bulgur, të cilin sigurisht ai është i fortë dhe duhet të zbutet pak, do të zgjej. Jo deri në fund të kohës që takon, por e lëm kohën e tij të zgjej gjatë vendosjes tani të qofteve. Pra 2 të tilla, 3 të tilla për person. Dhe një pjesë të vogël që më teproj këtu. Ja bashkangjit më të voglës. E punoj. E një tigan zjen thjesht po zjem ujë, te uji që ka zier edhe bulguri. Interesante, dalim në një formë tjetër qoftesh, se janë të panumërta dhe kombinimet, qofte me perime, me mish, me bulgur, me kuskus, thjesht qofte mishti sipas traditës, me thjerza, me qiqra, me gjithë shka me hikër. Ndryshoni? Ka mënyra të ndryshme të... Në thënë drejtën, duhet me të ndryshosh edhe mënyrën e të ushqyerit. Është stili jetës, nëse në duam vërtet që t'jemi të shëndetshëm. Gati për t'i vendosur në zjerje, në ujë që vlon, duke i ndihmuar tani në çik me miell për t'i pudrosur. Pra keni me miell misri? Ky është hapi i parë për qoftet. Me miell misri, ja. Në ujë duke treguar që nuk kanë rrezik që ato të ndahen. Qëndrojnë ashtu me strukturën e tyre të mëparshme, të mbledhura më së miri. Mikë pak vaj me këtë lutem? Pak. Të ketë një ngjeshje.
të përvendosim dhe pjesën tjetër dhe I lëmë që të ziejnë. Ndërkohë, e rikujtojmë dhe një herë recetën, çfarë përmban, duke qenë se e kemi ndarë si proces pune në 3 faza. Do të përgatisim fillimisht qoftet me bullgur të imët, cilën e kemi zier paraprakisht, dhe më pas kemi përzier në një tas këtë bullgurin e zier, jo të nxehtë, të ftohet pak, miell misri, mish të grirë, një vezë, 4 lugë miell të zakonshëm, 1 lugë çaj salcë speci, krip, kumin dhe piper të zi. Këto janë produktet për përgatitjen e këtyre qofteve. Ndërsa për salcën, që do të vijojmë më pas përgatitja e saj, kemi gjalp 1 lugë, 1 apo 2 lugë vaj ulliri, përsëri 1 lugë ose 2 salcë speci. Nga këto qoftet që po ziejnë 2-3 garushde, kumin përsëris, piper I zi dhe krip. Në fund fare, qoftet kur të serviren në tryez, do të shpërkaten ose do të mbulohen, do të serviren me kos dhe hudhra. Kështu është kjo recetë, tani do t'i lëmë që të zijejnë pak. Ky proces ndodh, ne bëjmë shkëputjen tonë të reklamave, do t'i lëmë pak minuta qofteve që të zijen dhe më pas përgatisim salcën duke e parë dhe ju. Vazhdojmë me punën aty ku e lam. Kemi vendosur qoftet për t'u zier dhe tani është momenti, në këto minuta që ne u shkëputëm për reklama, është momenti për të përgatitur salcën. Po, do të përdorim edhe nga lëngu I qofteve dhe përbërësit e salcës janë këto. Salcën, salcë speci. E ndihmojmë, ai lëngu është bërë pak më I trash, më I plot nga qoftet, dhe fakti që ato janë edhe pudrosur, kanë dhe mielin. Kështu që e plotsojnë më së miri lëngun e tyre. Vendos. Sa të ngrohet edhe tigani. Shpërbëj. Derisa të jetë një trajtshme. Do të shtoj. Masën e kripës. Masën e piperit. Sikurse dhe piperin e kuq. Derisa është e tretur mirë si duhet. Ka këtë ngjyrën e bukur shumë. Do të marr një mas gjalpi. E bën më delikate, më të butë dhe jep dhe aromë të mirë. Shojmë pak edhe te kemi buka do goxha. Bukën, po. Buka do goxha. Të pak të një 20 minutë, që duhet për të u pjekur. Shtoj. Marr. Qoftet. Marrin tjetër ngjyrë, tjetër aroma aty tek salca. Aty do të zjejnë përsëri në vazhdimin e këtij procesi, sepse siç e dim për anvisat që tani janë bashkuar emisionit ekranit ton, kemi përgatitur fillimisht qoftet me bullgur me mish të grirë, përgatitëm salcën tani, me pak nga lëngu I qofteve që vendosëm për të zier, me salcën e specit, me erëzat, me pak gjalp. Mbi këtë salcë vendosim qoftet dhe I lëmë që të vazhdojmë procesin e zierjes.
Pra mbulohen deri te mesi, jo mbrohen komplet me lëngun, me salcën. Pra, normalisht që është dhe një zierje tjetër. Tek mesi tyre i kthejmë. Po, i lë një herë të tilla. Ja, s'ka nevojë të kthej, se e njëjta gjë është. Sa më e kollaj të bëhet buzhina, aq edhe më me dëshirë mirë anvisa. Ja, këtu, pra, japim shijen. Pra do të zihen dhe do të trashet ai lëngu. Shiko, trashet lëngu. Salcës. Dhe i lëm me kapak normalisht, unë lë pa kapak që të shikohet edhe procesi. Do të shtoj masën e kosit. Do të shtoj pakës fare krip. Kos, krip dhe hudhra. Të shtypur në copza, mjafton t'i japi aromën kosit. Ja, të tillë që Avash bëhemi gati që të recetë ta përfundojmë dhe ta servirim për ju për ta parë të përfunduar. Del shumë e shishme. Ka këto impenjimet, por tani na duhet që t'i japim çdo momenti kohën e dur. pakës fare krip. E bëjmë krem. Kos, salcë kosi, keni salcë kosi shumë mirë. E holloni me qumësht. Niki, bëj një rrahje të duhur, derisa dhe unë të merrem me. Pra, do ta lë të tillë. Ja. Është gati pothuajse. Po, të duam ne, do të shtoj masën. Të Kjo është për të trashur akoma më tepër lëngun e zierjes së tyre, pra nëse ne shtojmë gjithsesi pra, unë kam lëngun e bulgurit, pra nuk shtova asgjë ujë sepse të qofteve. Ja, opa. Ja, kjo masë. Do shikojmë që do jetë kjo masë më duhet mua. E gjitha kjo masë. Dhe i largoj të gjitha. Sa ato zjejnë, ne do kalojmë tek përgatitja e recetës së fundit. Çfarë kemi? Ndonjë salladë, ndonjë një omlet shkurt. Një omlet. Ja, opa. Me këto përbërës. Shohim pak, lexojmë së bashku në recetën tonë të shkruar. Për ta përmbyllur tani filluam me bukën, vazhduam me qoftet me bollgur dhe me mish të grirë. Tani përgatisim një omlet me kunguj, të cilët i kemi grirë kështu në shirita si noodlesa, si makarona të gjata. 2 vezë, 2-3 vezë, një lug vaj, një kungull i njom, krip, speci kuq i thatë, fara susami për sipër. Dhe bëhemi gati tani që ta përgatisim. Gjithë kemi një qyruse patateje në shtëpi për t'i bërë këto format e prerjes. Me? Gjalpë dhe vaj. Një mëngjes tani ky i omletës me kunguj. Një mëngjes i shishëm. Edhe i lehtë. Vaj. Marë. Një vezët, 2-3 sa do përdorim. Një të kuqe, një të bardhë dhe ovital.
ripa. I lë, që të kenë ja njëra tjetër në kenë lërshmëri. Dhe si që din, kungulli shumë pak i duhet që të zbutet, është veti but, ka sasinë e ujit më të Po, madhe. sepse në këtë prej të hollë nuk ka nevojë, se duhet të jetë edhe pak al dente. Pak fare piper. Dhe filloj dhe e shtoj. Dhe në pikset veza bëhet gati për ta servirë. Ndoshta e ndihmojmë dhe me kapakun, por ju e lini tashmë. Avash të bëhet. Do keni Zbutet dhe piqet edhe veza. Skuqet veza, me avujt edhe në lëngjet e kungujve. Po, kalon pak, sikur se dhe pak fare në zbutje, si në zjerje në thojza, në zbutje. Ne jemi në fund, kështu që bëjmë edhe këtë veprimin e fundit të recetës së qoftëve. Sepse thamë që do t'i shërbenim jo me panetone, si që po shihni ju, se janë për muajin e festave, për këto ditë festash, për t'i ëmbëlsuar festat. Mund t'i zgjidhni shumë mirë dhe për t'i bërë dhurat, edhe për t'i gëzuar familjet. Receta shifer pak salcën tani me atë lugën e miellit edhe me lëngun e bullgurit, se dhe vetë bullguri është trash salcën, lëngje. Me mielin e misrit që tepron. Sepse nuk dua të më marri një orë. Edhe avash, zë në vendin e vetë. Si të përdoret kosi tani? Si për pyrek? Ja, opa. Duke qenë se aty vetë shijet janë goxha të forta dhe nga salcat, kosi shërben tani për ta qetësuar shijen, e freskon dhe jep një delikates kur e konsumon. Sepse është i freskët. Përzihen dhe aromat, me aromën e hudhrës gjithashtu të shumë shtuar të paka, kosi. Dhe ju bëf të mirë nëse do vendosni një ditë ta përgatisni, do ta gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli. Po ashtu edhe omletën, u filloi të mpikset në qik veza, t'i hedhim një sy. Ja, shiko. Do ta shikoni dhe në rrjetet tona sociale, bashkë me bukën. Pra, do edhe pak fare, se shiko në momentin që fillon. Ta kthem gana tjetër. Po, do dhe pak, sepse është akoma sipër, kryon, me anë të kapakut kryon pjesën sikur është e zjerë, si shbrim që edhin vezët të burani. E shishme. Po të doni ju dhe një vezë sipër këtu, mund të vendosni, ha? I shtoni vlerat proteinike. Të lumshi duart, ne do të shkëputemi tani së bashku, takohemi pas fleshit informativ me Altin Jokën. Mirë se erdhët në Reze Dielli, sot me Altin Jokën do të flasim për një eliksir të vjetër, një recet tradicionale, ilaçi i gjyshes është quajtur ndryshe, që sot kohët e fundit në fakt po promovohet shumë. Bëhet fjalë për lëngun e kockave. Çfarë vlerash ka ai dhe si na ndihmon në disa gjendje shëndetësore. Do t'i mësojmë edhe vlerat dhe mënyrën se si do ta përgatisim edhe ndallimin midis lëngut të kockave nga kafshë të ndryshme. Lidhemi fillimisht e përshëndesim Altinin. Mirëmëngjes Altin. Të përshëndes. Faleminderit. Edhe unë ju përshëndes. Faleminderit për ftesën.
Zgjodhëm të flasim për lëngun e kockave si fillim, se më pas do të flasim edhe për një perime që ajo është nënvlerësuar, por ne nuk e lëm të nënvlerësohet, sepse do t'i japim meritat e veta në shëndetin ton. Por ta nisim me lëngun e kockave. Ju si naturopat, nutricionist, specialist i mjekësisë holistike, këtë trendin apo modën e rikthimit e promovimit të lëngut të kockave, shihni një trend të mbivlerësuar, apo ka fakte shkencore në të vërtet që flasim për vlerat dhe benefitet e lëngut të kockave? Atëherë pyetje që u bëni që në qoftë se është thjesht trend apo ka element fuqishëm. Apo ka fakte shkencore, që e mbështesin superfushin. Fakte shkencore, por edhe a është e përshtatshme në dietën tonë. Unë mendoj që nuk është kjo thelbi i rëndësishëm. E rëndësishëm është që a kemi ne argumenta historike dhe aty që i thatë ju, a kemi fakte shkencore për përfitimin e lëngut të kockave. Nga aq shumë shkrime që unë kam lexuar mbi këtë temë dhe argumente që kam parë, nuk duhet ta trajtojmë lëngun e kockave sikur është një magji. Asgjë nuk është një magji. Pra as në një perim, as në një frut nuk është një magji. Në shumë raste madje, edhe kur thuhet në këto shkrime artikuj, në përgjithësi janë teorik dhe të paargumentuara. Shpesh ndoshta janë të sponsorizuar edhe nga kompanitë që shesin kolagjen, duke ditur që njerëzit mos i hyjnë andrallave edhe mos gatuan që të përgatisin lëngun e kockave, do përfundojnë duke bler produktet e tyre të gatshme. Faktikisht në aspekti historik, lëngu i kockave ka qenë pjesë e hershme e gjithë historisë tonë që na ka shoqëruar anë mban botës, për mijëra vjet. Në çdo kulturë, që nga arabët, kinezët, apo amerikanët e parë, pra po themi indianët, apo dhe mesdhetarët, nordikët, e kanë përdorur si një ushqim të pasur dhe si një bazë, si përforcim, si për rikuperim të një shëndeti afatgjat. Dhe kjo nuk është rastësi, sepse ky lëng, faktikisht, është nga ushqimet më të dëndura me lëndë ushqyese. Është nga më të letat për t'u tretur, dhe është shumë kryesore që është rigjeneruese, pra thelbësore, rigjeneruese indeve, sidomos kur gatuhet në mënyrë metoda tradicionale dhe normalisht ngadalë. Sepse zirja ngadalt e këtyre kockave do bëj që, apo kërsive, ligamenteve, lëkurave që ne mund të marrim, do bëj që kolagjeni natyral të kthehet në xhel. Dhe po ashtu do bëj një mbështetje të integritetit të zorëve, të mukozës së zorës, të përmirësimit të tretjes, të uljes së aciditetit të stomaut, të forcimit dhe të rregullimit problemeve të nyjeve, problemeve të situatës apo edhe gjumit apo edhe elementë të tjerë. Pse ndodh kjo? Sepse aminoacidet që janë një nga gurët e çmuar ose tullat e ndërtimit dhe riparimit të trupit tonë, janë baza që gjenden tek lëngu i kockave. Dhe kush është? Është glicina, e cila detoksifikon mërqin, por ndihmon dhe krijimin e glutathionit, përmirëson gjumin dhe qetësinë nervore glicina, redukton në përgjithësi inflamacioni, rrit sistemin imunitar dhe mbështet shëndetin e lëkurës kundër plakjes. Është një aminoacid përsëri thelbësor që është prolina, e cila është pjesa kryesore e kolagjenit që ndihmon jo vetëm elasticitetin e lëkurës, po mbështet dhe rigjenerimin e indeve, të enëve të gjakut dhe i shërben dhe njerëzve që kanë probleme ndoshta edhe me zemër. Është glutamina, e cila ne e dim shumë mirë që është baza e mbrojtjes së mukozës intestinale, që nga stomau deri te zorët e holla apo zorët të tjera, duke rritur dhe duke përforcuar ose duke shtruar një stres të mukozës dhe duke riparuar dhe rrit normalisht dhe imunitetin. Është arginina, e cila përmirëson qarkullimin e gjakut dhe po ashtu ndihmon në prodhimin e hormoneve dhe në stabilizimin e tyreve, por rrit dhe nivelin imunitetin, dhe kemi bazën e disa mineraleve si kalciumi, magnezi, hekuri, kaliumi, zinku. Të gjitha këto element bëjnë një kompleks ushqyes ku ne e konsumojmë. Prandaj dhe supat e kockave gjenden në çdo kulturë shëruese. Po ta shikoni, është përdorur si ushqim për të sëmurët në spitale madje, rreth viteve 1120, 1130, 1140. Është përdorur ose dhe përdoret, po më parë është përdorur më tepër për fëmijët që janë në rritje dhe të vegjël apo kanë probleme, për nënat që janë në gji apo pas lindjes për një rikuperim më të shpejtë. Është përdorur që në kohën e gladiatorëve apo njerëzve punëtorëve të Egjiptit që kanë bërë piramidat. Është shumë esencial sidomos gjatë kohës së dimrit edhe në periudhat e ftojes, sepse nga një ana tjetër lëngu i kockave ka peptide bioaktive, që ne i quajmë peptide të vogla, që kanë një veti antiinflamatore, antioksiduese që mbështesin sistemin imunitar. Po ka dhe glukozamin dhe kondroitin natyrale, që
forcojnë dhe riparojnë nivelin e kërcimeve dhe të ligamenteve që janë dy substancat kryesore të kyçeve, po kanë acidin hyaluronik, i cili lubrifikon nivelin e kyçeve që na i mban të shëndetshëm, por edhe lëkurën që të jetë sa më e shkëlqyeshme, po ka kolagjen të tipit 1, të tipit 2, të tipit 3. Kështu që është edhe detoksifikues, madje edhe për funksionimin e sistemit limfatik. Atëherë të gjitha këto ne mund të themi përfundimisht, nuk është thjesht një mit, por edhe mos themi që është magji për marrëmbajtjen, rikuperimin dhe e gjithë sistemit ton imunitar. Të gjithë këto elementë që ju përmendët, që gjeten te kocka, si ndryshojnë, për shembull aminoacidet, proteinat, të gjitha ato elementë të tjerë minerale që ju përmendët, si ndryshojnë nga lloji kockave? Për shembull kockat e pulës, kockat e mishit të viçit, të peshkut, halat. Po, atëherë ti zëm shumë. Kolagjeni tipit 1 dhe kolagjeni tipit 3 ndodhet tek mishi i viçit. Kolagjeni tipit 2 ndodhet tek mishi i pulës. Kolagjeni tipit 1 ndodhet edhe tek mishi, tek peshku, po themi. Atëherë kolagjeni tipit 1 ne e quajmë arkitekti i lëkurës dhe i kockave. Pra te mishi i viçit. Që gjendet te kockat. Pra ky është më i rëndësishmi, më i fortë nga gjitha elementet? Është më i gjithëpërfshirësi edhe më i mirë ndoshta për shumë element. Që do t'i shpjegoj nëse do më lejosh. Ai që bën edhe për dhëmët shumë mirë, për problemet e tendinave, për indin lidhor të këmbëve tona, për kockat dhe për lëkurën, në përgjithësi. Pra për këtë shërben. Pra e forcon lëkurën e tjerë, mbështet badje dhe flokët, të thonjt e tjerë. Në aspekti tjetër që duhet përdorim, kemi kolagjen e tipit 2 që është tek pula. Që ne quajmë jeta e forcimit ose jeta e kërcit dhe kyçeve. Ajo është jeta. Kërcit dhe kyçet dhe sidomos menisku, ku kanë probleme njerëzit e menisku, dhe kërcit dhe kyçeve do të marrin kolagjen tipi 2 që vjen nga pula. Por dhe të problemin i këtyre disjeve ndërvertebrale. Pra ajo bën ulni inflamacionit në njëherë, redukton dhimbjet, bën problemet e artrozës në njëherë, bën që fleksibiliteti i lëvizshmërisë të jetë më i mirë. Kjo është elementi. Faktikisht kockat e viçit janë më të pasura me kolagjen, me gelatin dhe me minerale. Se përmbajnë shumë gelatin dhe minerale dhe kolagjen. Dhe kanë më sasi më të lartë të kalciumit, fosforit dhe të magnezit, krahasuar me pulën dhe elementet të tjerë. Po kanë dhe më shumë aminoacide si glicina dhe prolina dhe arginina. Dhe patjetër që është shumë më ushqyese rigjeneruese. Por varet për çfarë përdoret gjithmonë, ne thamë për kockat e pulës mund të janë më të lehta, shumë më të lehta dhe përdoren zakonisht për zorët dhe stomahun. Kur kemi probleme jashtëqitjen, kur kemi probleme zorën, kur kemi probleme stomahun, sepse janë të pasura me glukozamin, me kondroitin, por kanë dhe nivel të glicinës, që të glutaminës, të cilën ndihmon shumë të problemi i gastritit apo problemeve që ne thamë në traktin gastrointestinal. Kockat e qingjit janë më mineralizues, kanë më tepër minerale se këto të tjerat, sidomos kalcium dhe fosfor. Por përmban dhe nivelet e aminoacideve në nivel të lartë. Dhe është dhe një lëng shumë energjik, në krahasim me tjerë ku përdoret sidomos në kombinim me barishtet. Nga ana tjetër, kockat e peshkut, po themi, janë të shëndetshme për lëkurën dhe për trurin, dhe sidomos për problemet e tiroides, që është shumë më e mirë, domethënë në këtë rast, por edhe për ndoshta edhe për element të tjerë pra të sistemit nervor që unë thash. Nga pra, kush është më i miri mund të themi, të gjitha kanë efektin e tyre, po patjetër që lëngu i kockave të viçit është ndoshta më i mirë. I peshkut patjetër që ka nivele më të mira të jodit, selenit dhe kolagjenit tipit 1. Po të viçit se përdoren dhe më shpesh, kështu që te kjo pjesa praktike do doja të dija, sepse ndonjëherë dhe gabojmë. Ka njerëz që i zgjejnë në temperatura të duhura kockat, mënyra se si duhet i zgjejmë për kozgjatjen e tyre, për elementet e tjerë që shtojmë, për shembull kam dëgjuar që shtohet edhe uthull për të përthithur dhe për të çliruar më mirë këto minerale dhe elementë që ju përmendët. Më jepni disa këshilla, si duhet i zgjejmë kockat? Atëherë më e rëndësishme është që zgjera duhet bëhet afatgjat. Sa më afatgjat bëhet zgjera aq më mirë. Atëherë ka një raport. Në përgjithësi lëngu i mishit, pra kockat e viçit, duhet të zihen diku 10, 12, ndoshta edhe 24 orë, por të paktën. Kaq shumë? Për procesi, gjithë procesi i tyre. Lëngu i kockave të pulës është në gjysmën e sasisë tyre në zgjerje, pra diku 6 orë, 6 deri në 10 orë. Lëngu i kockave të qingjit është diku te 8 deri në 12 orë. Dhe lëngu i kockave të peshkut është diku 1 orë, që zakonisht përdoren të merlucit ose të salmonit, pjesa e kokës ose e bishtit, dhe pjesa e shtyllës kurizore të peshqit. Çfarë temperature për këto kozgjatje? Temperatura më e mirë duhet të jetë
duhet të jetë një temperaturë konstante që ta kuptojmë. Tani që kuptojmë një gjë. Pse zierja më e mirë është të kuptojmë të parën? Sepse kolagjeni shpërbëhet në xhelatinë. Dhe ne në qoftë se nuk e zihem, nuk e shndrojmë dot në xhelatinë, të gjithë trupi e përthis shumë herë më shpejt dhe më lehtë. Dhe kolagjeni nuk çlirohet në qoftë se nuk do jetë temperatura, po nga ana tjetër nuk çlirohet glicina, prolina dhe glutamina, dhe jo vetëm glutamina, por edhe arginina. Këto aminoacide nuk shkatrohen nga nxehtësia e lartë, se është testuar, por dhe mineralet e rëndësishme që të kombinojnë që të dalin më tepër nga kocka, sepse ato janë futur brenda palcës së kockës, atëre kalciumi, magnezi, kaliumi, fosfori, zinku, të gjitha duan një kohë të gjatë që ai të kalojë në ujë. Edhe patjetër që nuk dëmtohen. Zierja e fortë, ku ne ja bëjmë tenxhem me presion, ose zierje fort mbi 100 gradë, atëherë shkatron gjelatinën, dhe bën dhe oksidimin e yndyrës. Natyrisht bën që dëmtimi i lëngut madje mund bëhet dhe lëngu i turbullt. Dhe do jetë më pak i tërshëm dhe asimilueshëm në raportin tonë. Më e mira temperatura është konstante, që do të thotë 85, maksimumi 90 gradë, që ne shikojmë atë zierje në fillim fare duhet marrë një zierje të madhe, po gradualisht duhet të ulur dhe zierja duhet bërë graduale. Në ana tjetër ti the për punën e uthullës modës. Po, sepse acidi i tepërt, po. I shtohet uthull nga acidi i tepërt sepse ndihmon nxjerrjen e mineraleve. Acidi i uthullës, duke pasur acidin malik kryesisht tyre, bën që të bëhet lëngu edhe pak më shumë acid. Por në qoftë se ne teprojmë uthullën e bëjmë akoma më acide, dëmtojmë shijen, shkaktojmë irritim të stomakut po të përdorim. Ne duhet të përdorim 1 lugë uthullmove për 1 litër ujë kur e hedhim. Dhe zakonisht në 1 litër e pak ujë duhet të vëmë, në 4 litra ujë duhet të vëmë 1 kilogram kocka. Diku, pra në 4 kilogram ujë, 4 litra ujë, 1 kilogram, 1/4. Po. Tani, atëre, të lutem, që të bëjmë të pra duhet kuptojmë që nuk e dëmton zierja. Problemi tyre kush është? Në fillim fare ne duhet ta fusim në furrë. Kockat e mishit të viçit dhe tasit duhet të kalojnë në furrë. Pra në temperaturë 200 gradë pasi ngrojmë furrën për 25 dhe në 35 minuta. Kockat e qingjit duan më pak, diku 20-25, kockat e viçit duan 35 ose 30 minuta për të futur në furrë. E mira është që të fusim disa thelpinj hudhër, pak piper, disa deg rozmarin, në qoftë se do kemi një mundësi, pak qep, në një karot, ta fusim te fura. Dhe në momentin që ne ta nxjerrim, atëre këto element që i heqim fillojmë i fusim në zierje. Dhe pastaj kjo zierje vazhdon ky proces që unë thash për të përfituar maksimumin siç e kanë bërë të parët tanë, në qoftë se ne duam që të marrim benefite dhe ta kthejmë në një formë ilaçi naturopatik për problemet e sëmundjeve. Qartë. Tani, pasi kemi zier në minutazhin apo orët në temperaturë konstante, kemi prodhuar gelatinën, të cilën nuk e konsumojmë dot brenda ditës, sepse nëse do të ziejmë, do të ziejmë një sasi të konsiderueshme. Shumica e njerëzve vendosin në ato kubat format e akullit, në qeska, dhe e vendosin në ngrirje. Më pas e nxjerrin për ta përdorur në ditët në vazhdim. A shkatrohen këto vlerat nëse ne e riziejmë lëngun? Jo. Nuk shkatrohen lëngu, por ka një veçori. Në momentin sa ftohet, ne duhet ta fusim dhe ta lëmë 1-2 ditë në frigorifer në fresk dhe pastaj ta kalojmë në ngrirje. Është më mirë që sa ftohet ai duhet ta fusim në ngrirje nëse nuk do ta përdorim, dhe siç është e mirë ashtu siç thatë ju, duhet bërë në kubik. Pra e ndar për porcione, që mos e nxjerrim shkri. Po. Tani, derisa ajo nuk është prishur si proces në 6 orë, në 8 orë, në 10 orë, në 12 orë, nuk dëmtohet, sepse të gjitha aminoacidet bazë të këtyre që ne tham, nuk dëmtohen nga temperaturat e larta. Dëmtohen vetëm vitaminat, po ashtu dhe mineralet kryesore që ka mishi i viçit, pra kockat e viçit apo të pulës apo të qingjit, nuk dëmtohen. Pra nuk ka asnjë problemi, ato mund të transformohen në një formë tjetër, duke u shkrirë, pra duke u shkrirë të transformohen, por jo se ndryshojnë ndryshimet e... Pra edhe mund të rizjehet në gjellën që do të përgatisim, apo mund të shtohet në fund të zierjes së saj? Mund të shtohet në fund, mund të shtohet edhe në fillim. Personalisht, unë jam i parimit që gjëra duhet konsumuar të freskëta, pa kaluar në procesin e ngrirjes. Në qoftë se ne kemi mundësi që atë javë që ne kemi konsumuar, e konsumojmë brenda 1 dite, 2 dite, 3 dite, nuk kemi nevojë ta fusim në ngrirje. Dhe pas një javë 10 ditësh ne mund të marrim prapë kocka dhe të përgatisim. A mund të përdorim për ditë? Unë nuk jam i parimit që madje edhe perimet dhe frutat që ne i fusim. Ne, parimi jon, shqiptarët, ne kemi si një parim. Të gjitha perimet që marrim në verë, ne i fusim në ngrirje për t'i përdorur në dimër. Që nga boronica, kumbulla, hurma, në përgjithësi kemi vetëm nektar, rrallë kanë popujt e tjerë. Pse?
Ne kemi haruar diçka, duke futur në një ngrirje në frigoriferët tanë, pjesa e mureve qelizore të këtyre perimeve, frutave dhe elementeve të tjerë dëmtohet jashtëzakonisht shumë. Imagjinoni bizelja në një fabrikë që vjen e paketuar, në momentin që pastrohet dhe qërohet, vetëm se qëndron 30-40 minuta për të kaluar në procesin e ngrirje të thellë, mund të humbasi 15% të vitaminës C dhe disa lëndëve të tjerë. Ndërsa ne kur e marrim si bizelet freskët dhe duam ta kalojmë në një proces ngrirje të ngadalt, se frigoriferët tanë ngadalsojnë shumë ngrirjen, muret qelizore mund të arrijnë pra dëmtimi disa produkte me mund shkojë deri në 40-45% të dëmtimit të tyre. Kështu që nuk ka ndonjë vlerë të jashtëzakonshme. Po mirë, këto anvisa tona që kanë ngrirë për dimër, perime të ndryshme, fruta të ndryshme. Për kur e keni fjalën? Para 100 viteve, 70 tani kanë folur me shumë anvisa dhe i ngrin perimet e verës. Është teori e re, nuk e kemi të eksperimentuar nga historia jonë. Po çfarë ndodh? Humbasin vlerat. Patjetër që humbim vlerat, kush ta qon? Patjetër, po. Deri në sa muaj, që në momentin që i vendosim po jo nuk është punë e muajt, edhe një herë, është ngrirja e thellë që ndodh me një herë. Muret qelizore krijojnë, po ta shikosh boronica krijon akull. Në moment që ju e keni nxjerr ka krijuar dhe akull aty ku e keni marrë, sepse ngrirja nuk është e thellë, është graduale në temperaturat që bën dhe dëmtojnë muret qelizore të çdo produkti, të specit, të mollës, të çdo produkti që merr, të hurmës, të domates. Dëmtojnë muret qelizore. Unë nuk jam i parimit, patjetër që nuk është një na ka gënjur, na ka rritur mendja tani që kemi vendosur në ngrirje perime për dimër, Altin. Mos kapemi këtu se nuk është ndonjë ata e madhe se është dëmtuar pak. Ne po na dëmtojnë të tjera gjëra, pesticida apo dëmtimi gjatë zgjerrjes. Dëmtimi më i madh i këtyre produkteve është procesi teknologjik i përpunimit. Pra kur i fusim në temperatura të larta që nuk dim t'i gatuajmë ndonjëherë ose i prishim dhe i dëmtojmë akoma më tepër erëzat të qimet, sesa frigoriferi. Por ishte fakt që tash që unë nuk jam dakord me këtë parim, jo se unë nuk i fus. Ndonjëherë patjetër do unë qëndroj që lëngun e kockave të mishit mund ta futesh në ngrirje për i përdorim afatgjat, nuk e gjen asgjë. Tek përdorimi te konsumit e pruar, për shembull, mund t'i konsumojmë lëngun e kockave për ditë? Dhe a ka persona që mund nuk do t'i konsumojnë? Që mund të jenë të rrezikuar? Atëre, lëngun e kockave ne mund ta konsumojmë 1 deri në 2 goda në ditë, në 2 goda ku kemi një problem. Patjetër edhe 1 gotë për një farë kohe gjithmonë. Në rast se ne do kemi një problem, sidomos sepse sa më shumë që të zihen lëngu i kockave, sa më shumë që të qëndrojnë në frigorifer, sa më shumë të fillojë ripërpunimin, aq më shumë nivel të histaminës lëshon në zonën tonë. Dhe personat që nuk e tolerojnë mirë problemet e histaminës, nuk duhet që ta konsumojnë në sasi. Ose të paktën jo këtë lëng kocka që është zgjerë për një kohë gjatë, sepse vetë bakteret natyrore, edhe kur janë të sigurta, prodhojnë histamin sepse është vetë procesi i nivelit të proteinave, aminoacideve dhe ndërtimit të disa elementeve të tjerë që proteinat janë shpërbërë. Atëre nxehtësia që do ta bëjmë në momentin që ne e hedhim në ushqim, do të arrisim më shumë përqendrimin për problemet e histaminës. Mund të kemi dhe dhimbje koke, mund të kemi skuqje fytyre, mund të kemi ndoshta edhe rraje të shpejta të zemrës, mund të kemi dhe lodhje pas ngrënës dhe ne nuk e kemi kuptuar, mund të kemi sinuse të bllokuara, mund të kemi kriza të lëkurës si urtikari, ekzem e tjera. Pra, problemi vjen nga histamina. Këta persona nuk duhet që t'i zihen shumë të kocka në orar. Pra, mos i zihen 6 orë, 8 orë, 10 orë. Le t'i zihen 1 deri në 2 orë, sepse është më e mirë dhe e tjetra të heqim pjesën e cipës së parë ku ka pushuar lëngu, që ta heqim, që mos shkaktoj, sidomos pjesa e gjithë glutaminës e këtyre mos shkaktoj probleme të elementeve të prodhimit të histaminës, irritimit që ne kanë. Pra, duhet ta zihen shumë më pak. Apo dhe problemet që kanë problemin e sëmundjeve SIBO, ndjeshmëri ndaj histaminës, apo edhe disa probleme të rënda të zorës, të cilët kanë inflamacion të lartë. Qartë. Këta që kanë kolesterol, po jo, e përdorin? Po, patjetër mund ta përdorim sepse nuk është një yndyrë trans. Vetëm yndyra trans mund dëmtojnë kolesterolin, që dëmtojnë zemrën. Problemi i kolesterolit, unë kam thënë, nuk është shqetësim kolesteroli i lartë. Shqetësim është niveli kur kolesteroli lart shoqërohet me trigliceridet të larta dhe me nivele të larta me nivele të ulta të HDL-s, pra të kolesterolit të mirë që thuhet, por nuk është i mirë. Një lloj kolesteroli kemi, kjo është një fantazi tjetër e shkencës. Po e thënë ndoshta më thjesht për gjuhën për ta kuptuar më tepër. Po ne po e themi për gjuhën HDL, LDL të mirë, të keq, po nëse HDL-ja është e lartë, trigliceridet janë të ulta, probleme në mëlçinë nuk kemi, HDL-ja tjetë sado e lartë nuk ka sjellë një problem. Ky lloj yndyre nuk ka për të sjellë asnjë lloj shqetësimi, sepse nuk është yndyrë trans. Ne duhet të ruhemi nga yndyra trans, siç janë vajrat vegetale apo margarina dhe elemente të tjera. Qartë. Faleminderit, ne do të shkëputemi tani për pak publicitet. Në ana tjetër, mos harrojmë gjë, është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë probleme, se ndoshta ju s'më thatë për çfarë mund ta përdorim.
ose kush mund të jenë përdorimi më i mirë për çfarë përdoret. 1, 2, 3, po, vetëm shkurt, të lutem. Më mira është, ky mund të përdoret për problemet e lukthit, për problemet e zorrës, problemet e disbiozës, për fryrje, për gazra, për inflamacion gastrointestinal, për nivelin e aciditetit, për problemet e artikulacioneve, të kërcit, të kockave, nga elementet që unë thash që përmban, për problemet e artritit, artrozës, rrëzime, problemet inflamatore të stinës që ne kemi tani, pra për gripra, për ftofje, për problemet të mushkrisë, për forcimin e sistemit imunitar, për problemet e flokës, të rënit e flokëve, të anemisë, për për shqetësimet hormonale dhe destabilitetin e tyre dhe për gjumin, se përmban nivelin e glicinës që thamë që qetëson sistemin nervor, përmirëson cilësinë e gjumit dhe ndihmon gjithashtu dhe detoksifikimin e mëlçisë lëngu i kockave. Ta dimë edhe nivelin e stresit dhe bën dhe rikuperimin, sidomos njerëzit që janë operuar. Mund ta përdorin 1 deri në 2 gota, pastaj 1, apo mund ta hedhin edhe në ushqimet të cilat konsumojnë, nëse mund të jetë të supave tek elementet e tjera. Çfarë doni tjetër për lëngun e kockave? Ne besoj morëm gjithë informacionin, sepse duhet të shkëputemi për reklamat e radhës dhe rikthehemi për të folur për karotën tani. Marrim informacione dhe këshilla speciale dhe kombinime të ndryshme. Rikthehemi pas publicitetit. Jemi sërish në Rrezën tonë me Altin Jokën, do të flasim tani për karotën. Një shprehje e vjetër thot karota i bën sy të shohin e errësirë. Pra, llogariteni tani se çfarë efekti ka ajo në shikim, por jo vetëm, edhe në gjendje të tjera shëndetësore. Apo jo, Altin? Karota është feneri i dritës që ndizet vetëm kur trupi ka qelsin. Pra nuk ndizet drita nëse nuk kemi qelsin. Sepse faktikisht ajo, edhe pse është simboli i qartësisë dhe i dritës në trupin ton, ajo nuk është vetëm për problemet e shikimit. Ajo nuk është vetëm për syt. Është për të gjithë trupin, sepse lëshon një dritë në errësirën e trupit tonë. Karota flet nëpërmjet pigmentimit të saj të portokallt që ka dhe aktivizon disa receptorë renital të ndjeshëm ndaj dritës, të cilët janë pranishëm jo vetëm tek syri, por edhe në lëkurë edhe në tru. Prandaj, të gjithë sinjalet që dërgohen nga nëpërmjet këtij elementi rregullojnë gjithë ritmin cirkadian, gjumin, ndjenjen e energjisë dhe përqendrimit. Pra, gjithë pjesa e karotenoideve që janë fotoreceptor biologjik, ato funksionojnë pothuajse sikur e kuptojnë dritën e diellit, të cilën e ka ushqyer bimën dhe e rikthejnë në trupat tanë. Kështu që karota i flet trupit tonë nëpërmjet dritës. Dhe ajo trupi jonë e thith nëpërmjet qelizave. Dhe patjetër që e ruajnë të informacion të dritës, që është themeli i çdo procesi jetësor dhe qelizor. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, por është edhe për problemet e kujtesës. Beta-karoteni, që përmban nivelin e provitaminës A, pra provitaminës, pra vitaminës A që ne themi, përkthehet në një formë aktive të renitolit në trup. Po për ta bërë këtë, është e rëndësishme që shoqërohet me yndyrrat shëndetshme dhe me nivelet të minerali, sidomos të zinkut, të cilën aktivizon një enzim që ndihmon të kthehet në zhndërimin e renitolit. Në mungesë të tyre, karota ngelet thjesht një element i bukur, ngjyrë bukur, portokalli, edhe nuk bën. Në mungesë në elemente të tjerë, në qoftë se do t'i shtojmë dhe këto që unë thash, atëherë bën dhe rindërtimin e qelizave të lëkurës dhe të mukozës, forcon sistemin imunitar, bën mbështetjen e qelizave, të mëlçisë sidomos dhe balancimin e tyre, por dhe balancimin hormonal sidomos te gratë, sepse ndikon në prodhimin dhe stabilizimin e progesteronit, që është shumë e rëndësishme sepse përmban luteolin dhe zeaxanthin që janë 2 nivele shumë të larta, por përmban dhe falkarinol, që është një përbërës me veti antitumoriale që mbron qelizat nga niveli i destabilitetit ose degenerimit të mutacioneve. Tani, në treg ekzistojnë disa lloje karotash, por në vendin tonë është kjo karota normale, tradicionale, ngjyrë portokalli, sepse ka dhe ngjyra të tjera. Më trego pak si do ta zgjedhim karotën në treg. Se i shohim disa janë me bishtat, disa janë pa bishtat, disa janë të futura në frigorifer, në përqese. U mbasin këto vlerat që thot? Në pjesë e madhe tyre që janë të spërkatura ato që janë futur me klor. Janë futur në vaska me klor të qanë qese, të qanë pastruara ka i bukur, që shikoni pak edhe së të bardha, që nuk kanë fare dhe. Në përgjithësi janë futur në klor, dhe patjetër që nuk janë më të shëndetshme se ato që mund të merren fresta, edhe pse mund të jenë me baltë. Në qoftë se nuk kanë një fije të hollët si të mustaqe në fund të kokës tyre, pra në fije hollë që zjatet. Në qoftë se ajo nuk ka pjesën e bishtit akoma në kusht më mirë, pra duhet të ketë pjesën e bishtit jeshile. Duhet të ketë një aromë të veçantë që i ngjan, po themi, selinos, apo aromës tyre të bishtit që ka, dhe duhet të ketë një aromë të veçantë. Tjetër, në momentin që ne gërvishim, ajo duhet të mbushet me një farë lëngu, pra duhet shikojmë që ajo rrjedh lëng. Ajo do kuptojmë që është një karotë shumë herë më e mirë.
Patjetër sa më holl jetë karota, më mirë do jetë, ose sa më e vogël, se sa në krahasim me këto karotat e mëdha të cilët kanë kaluar edhe në modifikim ADN-ja. Diabetikët mund ta përdorin për shkak të indeksit glicemik që ka, sheqerit që përmban? Po, indeksi glicemik është rreth 16 tek karota është shumë e ulët. Në momentin që ne zim kalon 30-35, në momentin që ne e kalojmë në pjekë, kalon rreth 35, po themi 40, pra nuk është shumë e lartë edhe për këta. E rëndësishme është që mos e konsumojnë të shtrydhur në qoftë sepse atëre eliminohet një pjesë e madhe e fibrave dhe marrim menjëherë nivelin më shumë të fruktozës, të cilët nuk e përkthejmë dot, pra të prodhohet niveli për insulinën në trupat e diabetikëve. Pra kjo është mënyra më e mirë është ta konsumojmë siç është, të gjallë, edhe të pagatuar apo jo dhe të shtrydhur. Jo, më e mira karota është e gatuar në mënyrë të lehtë, ku gatuhet në avull për rreth 10 minuta. Po themi, është më shumë ka biopërthithje më të lartë. Pra, jo të gjallë, siç themi për frutat dhe perimet. Po edhe të gjarë mund ta konsumojmë, po unë po të them format. Edhe të gjallë, patjetër, edhe të gjallë mund ta konsumojmë, sidomos të shtrydhur, do ta shpjegoj nëse mundem. Ngroja zbut muret qelizore dhe poshtë beta-karoteni lirohet në momentin që ne zihem. Dhe kombinimi bëjmë edhe me vaj, rritet përthithja 6 vaj ulliri, 6 dhe 8 herë më tepër, nëse ne e bëjmë. Ruhet edhe struktura. Nga ana tjetër, karota që është e pjekur, është shumë e pasur me karotenoid. Dhe pjekja sidomos në temperaturë 160-200 gradë, një karamelizim i lehtë, po të themi, çlirim më i mirë i karotenit edhe nga zierja, dhe humbje minimale edhe të lëndëve antioksidante në krahasim dhe të minerale me krahasim me zierje që ne mund t'i bëjmë. Karota e skuqur në vaj ulliri ka thithje akoma dhe më të lartë të beta-karotenit. Është më e rekomandueshme sepse yndyra e bën beta-karotenin ultra të tretshëm dhe më të përfitshëm. Pra ngroje vaj që mos ketë temperaturë shumë të lartë. Arrin 8 dhe në 12 herë përthithja beta-karotenit në momentin që ne e bëjmë këtë karotën e ka vërtisur pak. Edhe më mira do jetë karota e fermentuar. Ashtu siç bëjmë lakën e fermentuar, karota e fermentuar harin 16 deri në 18 herë nivelin më të lartë të beta-karotenit dhe disa elementeve të tjerë të që unë përmenda më lartë dhe të antioksidantëve. Pra, se shton dhe bakteret e mira të lactus bacillus, përmirëson tretjen nga fibrat e tjera. Karote freskët ka nivel të beta-karotenit, por ka një përthithje shumë të ulët. Përthithet diku vetëm 20%, nëse ne konsumojmë të freskët. Kjo nuk do të thotë që mos e konsumojmë fare të freskët. Por kur ne e shtrydhim, atëre patjetër ajo shtrydhja e karotës merr më tepër ose edhe në smoothie, merr më shumë nivelin e beta-karotenëve sepse muret qelizore shkatrohen dhe beta-karoteni lirohet më tepër. Përthithja bëhet më e mirë në këtë drejtim dhe kur i shtojmë në këto lëngje ose smoothie, pak vaj kokosi, pak vaj avokado, bëhet akoma dhe mirë për përthithjen e tyre. Mos harrojmë që është detoksifikues shumë i mirë për problemet e mëlçisë. Nuk është një pilulë magjike, por ndihmon jashtëzakonisht sidomos ku kemi fazën e 2 dhe të 3 të detoksifikimit të mëlçisë, pasi kemi kaluar ato fazën e gjëmit të gomarit ose të çajit të rozmarinës apo të radicet, po. Të lule radicet e tjerë, atëherë kjo është nga më të mirat, lëngu i karotës, nga vitaminat A, që ul jo vetëm stresin në mëlçi, po mbron nivelin e hepatitit, ul inflamacionet të mëlçi, ndihmon në funksionimin e sistemit imunitar, shërben shumë për stomakun sepse nëse ne kemi probleme në stomak, dy nga elementet kryesorë është zinku dhe vitamina A që mund të kemi mangut, te njerëzit që vuajnë nga problemet e stomakut. Dhe nga ana tjetër ka nivele të pektinës. Niveli i pektinës të karotës është një fibër e treshme që lidhet me substanca toksike në zor dhe mundohet që rikthimi toksinave në mëlçi mos ndodhi. Dhe mos ndodhi toksinat në mëlçi, ajo patjetër do rregullojë dhe mikrobiomën, do bëjë dhe pastrimin duke dalë një shqitje. Në ana tjetër, redukton nivelin e mëlçisë në steatozë ose në problemet e dhjamit ose dhjamosjes në mëlçi sepse ul nivelin e inflamacionit dhe përmirëson rezistencën ndaj insulinës tek njerëzit që kanë probleme edhe me diabetin, që ne dimë që një nga faktorët kryesorë është dhe mëlçia, por ndihmojnë edhe në akumulimin e lipideve, të cilët nuk i lë, dhe po ashtu stabilizon nivelin e triglicerideve dhe lipidet në qarkullimin e gjakut dhe enzimën e mëlçisë ALT dhe AST, ajo e ndihmon shumë mirë dhe po ashtu dhe prodhimin tjetër enzimatik të cilët do kalojnë në gjithë rrugët e tjera të tretjes në zor për të kaluar gjithë pjesa kryesore e mineraleve dhe elementeve të tjerë për të kaluar në gjak. Pra është nga elementet më të mirë në këtë drejtim. Pastaj nëse doni që të them disa kombinime, më e mira do jetë kombinimi vaj ullirit ekstra e virgjine me karotën apo karota me avokado, është shumë e mirë. Karota me lëngun e kockave, patjetër kur e zihem, ku vëm pataten e kuqe, ku vëm pak qep, ku vëm mandanozin tek ai lëngu kockave që do zihem dhe ta frulatojmë është jashtëzakonshëm. Kemi bërë një spital aty brenda ose një farmaci. Farat e lirit, farat e qias, kombinimi me ara edhe me vajrat e tjerë, sepse edhe përmbajtja e omega-3 që kanë këto, apo dhe fibrat gjelatinoze që ngadalsojnë
absorbimin e sheqerit, bëjnë dhe përthithje më të mirë të vitaminës A duke u absorbuar sheqeri më avash. Karota e me pak limon, në qoftë se s'kemi gjë tjetër, kemi karotë zier. Le të jedhim pak limon sepse niveli acidit askorbik, pra po themi vitamina C, stabilizon beta-karotenin dhe bën që tretja e yndyrës bëhet më e mirë dhe permision dhe qarkullimin e gjakut, që është jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër, edhe me vezën, me peshkun, me mishin, mund t'i kombinojmë duke i futur në furrë. Kur ne konsumojmë pataten, mishin e të tjerët, fusim edhe pak karota. Sepse veza ka yndyrë natyrale dhe lecitin dhe nga ana tjetër të gjitha lipoproteinat që transportojnë vitaminën A janë shumë të shëndetshme. Edhe me peshkun, ashtu me mishin e bardh, me punën me mishin e viçit, shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër kur e shoqërojmë me xhinxhër, me kurkuma, me piper të zi, me erza, kemi nivele më të larta të antioksidanteve që rrisim, rregullojmë problemet e qarkullimit të gjakut dhe shtojmë nivelin e antiinflamacionit në trupat tanë. Pra kur shtojmë koriandër, manjanoz dhe këto të tjera. Më e mira, perfekta do ishte karota e gatuar, vaj ulliri, pak limon, pak manjanoz, pak erza që ne mund t'i shoqërojmë, që të bëjmë një përthithje apo edhe këto vaja maksimale të elementeve që ka. Ta arrim 10-12 edhe t'japim një antioksidant edhe një biodisposhmëri më të lartë, edhe më mirë të marrjes të vitaminës A. Qartë. Faleminderit shumë Altin, asnjë nuk mjaftojnë minutat për ta shtjelluar siç duhet, siç do ti edhe ne gjithashtu temën. Faleminderit edhe një herë, uroj ditë të mbarë. Gjithmonë më shkurtoni, por prapë unë falenderoj se aq mundësi kemi pasur. Dhe do na kritikojnë edhe për shpejtësinë pastaj me të cilën flasim. Po flas shpejt sepse ju thoni kaq minuta kemi dhe unë jam i detyruar. Faleminderit. Të falenderojmë, ditë të mbarë, faleminderit dhe shikuesve që na kanë ndjekur. Shihemi nesër me Reze Dielli. Mirupafshim.